Pas folmit të bujshëm të Jos Markut ndaj Gjestit gjatë prajmit të fundit nuk ka munguar një reagim edhe nga Alberati, ish miku i këngëtarit nga Peja. Alberati që javën para bëri bujë të madhe me deklaratat e tij të forta ndaj Gjestit, këtë herë ka zgjedhur ironinë si mënyrë reagimi. Përmes një story në Instagram ai ka postuar një imazh ku shkruan: "Kafja e mëngjesit si shuplaka e Josit, veç tek thellë." Ky koment i shoqëruar me emoji të qeshura duket si një aprovim i heshtur i veprimit të Josit, ndonse ironik, ai ndezi menjëherë rrjetin. Nga ana tjetër, siç është bërë e ditur, Josi është liruar për të hetuar në gjendje të lirë pas incidentit që ndodhi përpara miliona shikuesve. Ndërkohë, televizioni ka dalë me një reagim zyrtar ku theksohet se do dënojnë çdo akt dhune dhe se do të rishikojnë të gjitha protokollet e sigurisë në programet e tyre. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.